E falenderoj Perëndin, vëllezër, aleluja, që në jetën tonë ka filluar një vepër, lavdi Perëndisë. Ishim në botë, motra, vëllezër, aleluja, si gjithë të tjerët, por zëri i Zotit erdhi tek ne, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe jeta jonë ndryshoi. Ai na zgjodhi, nuk e zgjodhëm ne, vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë, dhe na dha të kuptuarit që njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk ron vetëm me bukë, por dhe me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë. Nuk mundet, motra dhe vëllezër, që njeriu të shërojë shpirtin e tij me gjërat materiale që ofron kjo botë. Shpirti gjithmonë, motra dhe vëllezër, aleluja, vuan sepse ka nevojë për gjëra të tjera. Ja të gjitha janë tëndet. Kush mund të shërojë shpirtin e njeriut që vuan, vëllezër, aleluja? Një tavolinë plot. Shembujt në fjalën e Perëndisë na mësojnë dhe janë për ne. Salomoni thotë, i dhash gjithçka që desha trupit tim, ndërtova gjithçka që më pëlqente, nga më të pasurit, motra, aleluja, në botë, zgjuarsi, motra dhe vëllezër, aleluja, i dha Zoti, falenderojmë Perëndinë, dhe kur ul të bënte llogari, vëllezër, aleluja, se çfarë ka bërë në jetën e tij, sepse vjen një moment që njeriu do dalë përpara Perëndisë. Do dalë përpara Perëndisë, vëllezër, dhe Zoti do t'i kërkojë llogari për jetën e tij. Si e kaloi jetën, për çfarë u mundua, çfarë është e rëndësishme për te, dhe përfundimi i Solomonit ishte lum ai njeri që njeh Perëndinë. Kjo është gjëja më e rëndësishme, vëllezër, aleluja, në jetën e një njeriu. Dhe Zoti Jezus, kur mblodhi popullin e tij, i mësonte, motra dhe vëllezër, aleluja, për veprën e Perëndisë. Një njeriu tha, i mblodhi njerëzit dhe njerit i dha 5 talenta. Njerit i dha 2 talenta. Dhe njerit i dha 1 talent. Sipas mundësisë që ata kishin. Dhe kaloi kohë, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe vjen ora që ata do të dilnin përpara zotërisë tyre. Të atij që i dha talentat. Dhe ai i pari shkoi dhe i tha, Zot, tha, më dhe 5 talenta, tha. Unë i vura në punë. Dhe më sollën 10 talenta. Ja ku i ke. Dhe zotëria, motra, aleluja, i tha, një shërbëtor besnik. Në të vogla të vura, qëndrove besnik, do të vënë në gjëra të mëdha. Shpërbli
shpërblim, motra, aleluja. Edhe i dyti doli përpara dhe i thamë dhe dy, tha, talente. Unë punova me to. Dhe i bëra 4. Dhe Zoti ti njëjtën gjë i tha, edhe këti njeriu, motra, aleluja. Shërbëtor besnik. Në të vogla, të vura, aleluja. Dhe ti ju qëndrove besnik. Do të të vënë gjërat mëdhaja. Kurse ai që kishte një, motra, aleluja, shkon dhe thotë, unë e di që ti kora tje ku s'ke mjeli, tha. Dhe pata frikë. Dhe talentin tënd e fsheva. Urdhoja ku e ke. Dhe Zoti i tha, dembel. Unë nuk ta dhash talentin që ti ta fshesh. Unë ta dhash talentin që ti ta vësh në punë. Merreni, tha, lidheni, tha. Shkrimi, motra, vëllezër, aleluja, na mëson këtë thirrje të madhe të Perëndisë. Fjala e Perëndisë na tregon, falenderojmë Perëndin, cila është rruga jonë që ne duhet të ndjekim. Dhe fjala e Perëndisë, vëllezër, nuk është për botën jashtë. Fjala e Perëndisë është për ata që Zoti i ka thirrur dhe ju ka dhënë gjithë secilit sipas mundësisë talenta. Me irë të Zotit, do të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë, vëllezër, aleluja. Jemi në Mateu, faqja 14, kapitulli 12. E falenderojmë Zotin, vëllezër, aleluja. Sepse Zoti është i mirë me të gjithë, lavdi emrit shenjtë. Do të lexoj nga vargu 46, vëllezër, 5 vargje. Kapitulli 12, Mateu, 14 faqja, nga vargu 46. Ndërsa i vazhdonte t'ju fliste turmave, ja nëna e tij dhe vëllezërit e tij porinin jashtë dhe kërkonin të flisnin me të. Dhe dikush i tha, ja nëna jote dhe vëllezërit e tu janë atje jashtë dhe duan të flasin me ty. Por ai duke ju përgjigjur atij, i tha, kush është nëna ime dhe kush janë vëllezërit e mi? E shtriu dorën e vetë drejt dishepujve të vetë dhe tha, janë nëna ime dhe vëllezërit e mi. Sepse kushdo që kryen vullnetin e atit tim, që është në qiej, më është vëlla, motër dhe nënë. Një mësim, motra, vëllezër, aleluja, që Zoti thotë u ajep të gjithë atyre që ishin mbledhur rreth tij. E dim, motra, aleluja, që Jezus Krishti kishte edhe vëllezër të tjerë, sipas shkrimit, kishte familjen, motra, aleluja, fizike. Por vullneti i Perëndisë ishte diçka tjetër, motra, aleluja.
Dhe vetë Jezus Krishti deklaroi përpara të gjithë njerëzve që unë kam ardhur të bëj vullnetin e Atit tim që është në qiej. Kjo thirrje, vëllezër, është për të gjithë ne. Ne jemi thirrur nga Perëndia për të bërë vullnetin e Atit ton që është në qiell. Jo vullnetin tim, jo vullnetin ton, por vullnetin e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Për këtë janë thirrur të gjithë të krishterë. Të bëjnë vullnetin e Perëndisë në jetën e tyre. Dhe jo sipas mendimit të tyre, por sipas fjalës të Perëndisë që është ligji ynë, motra, aleluja. Është e vërteta që Zoti na jep të gjithëve. Këtu fjala e Perëndisë na mëson, motra dhe vëllezër, aleluja, që familja e të krishterit nuk është familja biologjike, motra, aleluja. Nëna, babai, vllai, nusja, djali. Por familja e të krishterit është bashkësia e atyre që dëgjojnë fjalën e Perëndisë. Ajo është familja e të krishterit. Dhe këtu thot fjala, dikush i tha, janë nëna jote dhe vëllezërit e tu, janë atje jashtë dhe duan të flasin me ty. Kanë një problem. Ka ardhur nëna jote dhe vëllezërit e tu janë përjashta, nuk janë këtu në bashkësi, në njerëzit që dëgjojnë fjalën e Perëndisë. Dhe duan të flasin me ty. Dhe Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, duke u përgjigjur i tha atij, kush është nëna ime dhe kush janë vëllezërit e mi? Ai e dinte shumë mirë, motra dhe vëllezër, aleluja, se kush ishte nëna dhe vëllezërit e tij, se i tregoi ja ku janë. Ata të kërkojnë. Por ai këtu na mëson një gjë tjetër të madhe, motra, aleluja. Që ne kemi ardhur për të bërë vullnetin e Perëndisë tani. Jemi thirrur për të bërë vullnetin e Perëndisë. Zoti në ne na çliroi nga mëkati, motra dhe vëllezër, aleluja. Na dha frymën e shenjtë të gjithëve që të bëjmë vullnetin e atij që na thirri. Dhe vullneti i atij që na thirri është, motra dhe vëllezër, aleluja, të vëmë në praktikë fjalën e Perëndisë. Ta dëgjojmë fjalën e Perëndisë dhe ta vëmë në praktikë, motra dhe vëllezër, aleluja. Ky duhet të jetë preokupimi i të krishterit. Pse? Sepse, motra dhe vëllezër, Zoti thot do të vinë në ditë të vështira. Dhe si i presim ne të krishterët ditët e vështira, motra dhe vëllezër, aleluja? Çfarë masash marrim ne, vëllezër, për ditët e vështira? Ditët e vështira, vëllezër, aleluja, po shohim të gjithë. Në familjet tona, me fëmijët tanë, në punët tona, në vendin tonë, motra dhe vëllezër, aleluja, shohim që vinë ditë të vështira. Njerëzit
nuk kanë paqe. Njerëzit largohen, motra dhe vëllezër, aleluja, në vendi tyre. Një shkatërim, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe një humbje shprese për të gjithë. Njerëzit kanë humbur, motra dhe vëllezër, shpresën për të jetuar në këtë vend. Dhe Zoti na ka zgjedhur ne, motra dhe vëllezër, aleluja, si të krishterë, që duke parë këtë gjendje, familjet tona, në vendin tonë, motra dhe vëllezër, aleluja, jo të presim që Zoti të veprojë, por Zoti na ka zgjedhur ne që të veprojmë. Dhe çfarë duhet të bëjmë, motra dhe vëllezër, aleluja, që të ndryshojë kjo situatë? Fjalën e Perëndisë Zoti na mëson, vëllezër, aleluja, lutuni pa pushim. Dhe kush, motra dhe vëllezër, aleluja, nga të krishterët, merr jastekun e vet dhe shkon me përullësi përpara Perëndisë dhe sjell përpara Zotit të gjithë këto probleme që i sheh, të gjithë këto probleme që i përjeton në sytë e Perëndisë. I thiri dishepujt, motra vëllezër, aleluja, për një moment të vështirë. Dhe kur Zoti u kthye, motra dhe vëllezër, i gjeti në gjumë. Dhe tha, nuk mundeni të luteni dot asnjë orë. Një orë nuk mund që ju të mos hyni në tundim, që ju të mos bini në grackën e të ligut, që ju të keni gëzim dhe të marrim fitore. Ku mund të marrim, motra dhe vëllezër, fitore? Duke e lënë mënjanë lutjen, duke e lënë mënjanë fjalën e Perëndisë, duke e lënë mënjanë kishën, dhe duke vepruar secili sipas mendjes së vet. Ishim, motra dhe vëllezër, kështu. Zoti na thiri për një vepër, dhe ai që na thiri dëshiron të çlirohemi nga mendimet tona, nga preokupimet tona, dhe të bëjmë vullnetin e Perëndisë. Ashtu si ai thot që u thirr ushtar, dhe është në urdhrat të dikujt dhe zbaton urdhrat e atij që e thiri ushtar, dhe nuk mendon, motra dhe vëllezër, ç'bëhet me vllajin, ç'bëhet me fëmijët, ç'bëhet me tokat, ç'bëhet me punë, nuk mendon, është i shkëputur për aq kohë sa është thirrur ushtar. Dhe merret vetëm me rregullat që ka atje në ushtri. Dhe duhet t'i zbatojë ato rregulla me përpikmëri, që të jetë i përqyer nga ai që e thiri. Sa më shumë të krishterët që janë thirrur, motra dhe vëllezër, aleluja, që njerëzit të shohin jetën tonë, të shohin këtë ndryshim të madh, motra dhe vëllezër, aleluja, në jetën tonë. Jeta e të krishterit, motra dhe vëllezër, duhet të jetë Krishti. Nëse ne nuk ecim në këtë rrugë që eci Zoti ynë, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk mund ta shohin mbretërinë e Perëndisë. Sa të kujdesshëm, vëllezër, duhet të jemi
të respektuar këtë dashuri të madhe të Perëndisë. Sepse ke gjetur hir përpara Perëndisë që Zoti të tha të dua. Ka dhe shumë njerëz për jashta, motra dhe vëllezër, aleluja. Kishte shumë të virgjëra në Izrael. Por Zoti shkoi tek Maria dhe i tha, ke gjetur hir përpara Perëndisë që do të thotë, me ty unë kam një vepër për të bërë. Dhe kjo është vepër shpëtimi. Do të sjellësh shpëtimtarin. Është çmim shumë i madh, motra, vëllezër, aleluja, që Zoti të vijë të trokasë në zemrën tënde dhe të thotë, ke gjetur hir, biri im. Kam një vepër me ty për të bërë. Dhe ne tham, amin, Zot, bëhet vullneti yt në jetën time. Dhe që nga ai moment, motra dhe vëllezër, kur ne tham, amin, Zot, bëhet vullneti yt në jetën time, nuk i përkasim me vetes. I përkasim atij që thamë po, vepro, dhe të bëhet vullneti yt në jetën time. Dhe duhet ta lejojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, që të bëhet vullneti i Perëndisë në jetën tonë. Nuk do ta bëni ju, tha Zoti, por nëse ne vërtet, motra dhe vëllezër, aleluja, dorëzohemi tek Perëndia, ai do të na japë fuqi, fryma e shenjtë, thot motra dhe vëllezër, aleluja, do vijë në ju. Mjafton që ju të dorëzoheni përpara Perëndisë dhe të lejoni frymën e Perëndisë t'ju drejtojë. Të jeni të vëmendshëm në atë çka fryma e shenjtë flet, motra dhe vëllezër, aleluja. Të besojmë atë që fryma e Perëndisë na flet. Aty është shqetësimi ynë, motra dhe vëllezër, aleluja, për të bërë vullneti i Perëndisë në jetën tonë. Nuk duhet të kemi dyshime, vëllezër, aleluja. Fjala e Perëndisë është e qartë për të gjithë. Duhet gjithë secili, motra dhe vëllezër, aleluja, të përulemi përpara Perëndisë dhe të themi, Zot, shërbëtori yt, shërbëtoria jote, Zot, të bëhet vullneti yt. Të kemi vërtet një marrëdhënie të tillë me Perëndinë, vëllezër, aleluja. Vetëm atëherë do të vijë ndryshimi në familjen tënde, në qytetin tënd, në vendin tënd. Vetëm atëherë, motra dhe vëllezër, aleluja, kur të gjithë të krishterët do të luftojnë me armët që i ka dhënë Zoti. Dhe armët tona janë lutja dhe agjerimi. Lutje dhe agjerim nuk janë thjesht nocion, nuk janë thjesht i kemi dëgjuar. Duhet jeta e të krishterit të funksionojë, motra dhe vëllezër, aleluja, në lutje dhe në agjerim. Kur kemi agjeruar fuqishëm, motra dhe vëllezër, me gjithë zemrën tonë, me gjithë shpirtin tonë, për problemet tona? Kur kemi agjeruar për vendin tonë, motra dhe vëllezër, aleluja, fuqishëm në Zot, kemi qëndruar në lutje që Zoti të bëjë hir në vendin tonë, që njerëzit të mos largohen, motra dhe vëllezër, aleluja. Kur jemi lutur fuqishëm dhe kemi agjeruar me fuqi të madhe, vëllezër, sipas fjalës të Perëndisë, që në familjet tona, motra dhe vëllezër, aleluja, të ketë paqe. Jemi shmangur, motra dhe vëllezër, aleluja,
rrugës, kjo është e vetmja rrugë, thotë Zoti, motra dhe vëllezër, që të çonë me jetën e përjetshme. Jezusi na tregonte, motra dhe vëllezër, në shkrimet, qëndronte vazhdimisht në lutje. Qëndronte natën në lutje, motra dhe vëllezër, aleluja. Gjithë natën. Jezusi, që erdhi nga qielli pa mëkat, motra dhe vëllezër, aleluja. Lutej vazhdimisht. Për kë lutej, motra dhe vëllezër, aleluja? Që të bëhej vullneti i Atit që e kishte dërguar. Që të bëhet vullneti ytu atë, aleluja. Dhe lutej për të gjithë të zgjedhurit. Ne falenderojmë Perëndin. A nuk janë këto, motra dhe vëllezër, aleluja, për të kuptuar që i krishteri nuk i përket më vetes vetë, që i krishteri duhet të ecë i mbushur plot, motra dhe vëllezër, aleluja, në frymën e Perëndisë, me një rrugë tjetër, jo me rrugën, motra dhe vëllezër, aleluja, që është e gjerë dhe mund ta bëj gjithkush, por me rrugën që është e ngushtë, motra dhe vëllezër, aleluja, që nuk të jep, nuk të çliron, motra dhe vëllezër, por çfarë? Ngushtohesh, vazhdimisht ngushtohet rruga, por të çon në jetë të përjetshme. Për këtë jemi thirrur, vëllezër, aleluja, dhe fitoren do të na i jap Zoti, ai është ai që na drejton. Është ai që na ka thirrur, nëse do t'i qëndrojmë besnik deri në fund, motra dhe vëllezër, aleluja, ne do të shohim fitoren. Ne do të shohim dritën e Perëndisë, fuqinë e Perëndisë, vëllezër. Ju jeni dritë në këtë botë. Dritë nuk do të thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, se do të vijë një dritë nga qielli dhe do të ndriçojë. Ju jeni dritë sepse jeta juaj, motra dhe vëllezër, aleluja, është krejt e ndryshme nga jeta e të gjithë njerëzve. Jeta juaj, motra dhe vëllezër, ecën me fjalën e Perëndisë. Kjo është drita në këtë botë, motra dhe vëllezër, aleluja. Unë erdha si drita, motra dhe vëllezër, aleluja, që njerëzit të shohin ta Jezus Krishti. Nuk erdhi dritë dhe njerëzit pan dritë, vëllezër, aleluja, por jeta e Jezus Krishtit, fjala e veprat që bënte Jezus Krishti, ishin dritë për botën, motra dhe vëllezër, aleluja. Që ai që ka sy, që ai që ka vesh, motra dhe vëllezër, aleluja, të shohë, të dëgjojë dhe të kuptojë. Kush është Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, që po të fton edhe ty sot, eja tek unë. Çdo ditë, motra dhe vëllezër, aleluja, është e mundur për njeriu që të kthehet, që të lërë rrugën, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe të ecë në rrugën e Zotit. Të lërë rrugën e tij dhe të ecë sipas vullnetit të Perëndisë, sepse aty, motra dhe vëllezër, aleluja, do të gjejmë gëzim. Gëzimi nuk qëndron, motra dhe vëllezër, aleluja, në gjërat materiale, në kamja që ti do të kesh, motra dhe vëllezër, aleluja. Gëzimi të krishterit qëndron në vullnetin e Perëndisë, motra dhe vëllezër. Që emrat tanë u shkruan në librin e jetës, ky është gëzimi të krishterit. Në këtë botë do të keni mundim. Zoti thot gëzoni. Për çfarë thotë, motra dhe vëllezër, aleluja? Për një gëzim shpirtëror, motra dhe vëllezër, aleluja. Frymëror. Ne gëzohemi sepse jemi bij të Perëndisë. Dhe si bij të Perëndisë, po ecim në një rrugë të ngushtë. Nuk po ecim si gjithë të tjerët, por po ecim krejt ndryshe. Dhe këtë vepër po bën Zoti në të gjithë të thirrurit, motra dhe vëllezër, aleluja. Ai çka vesh për të dëgjuar, thot Zoti, lër të dëgjojë. Këtë thot fryma kishave. Amin. Zoti ta bekoj këtë. Aleluja.